Lavrov, Macron dhe Starmer po kërkojnë sanksione. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, ka kritikuar qasjen e perëndimit për një armpushim të mundshëm në Ukrainë, duke thënë se kjo nuk do funksionojë më. Ai theksoi se pavarësisht thirrjeve të presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministrit britanik Keir Starmer për rritjen e sanksioneve antiruse, Rusia është kundër një zgjidhje të tillë që thotë do të shohim më pas. Në një fjalim në Universitetin Rus Armen, Lavrov përmendi takimet e zhvilluar në Stamboll në vitin 2022, ku Rusia dhe Ukraina ranë dakord për disa parime të mundshme zgjidhje. Sipas tij, perëndimi ka bllokuar nënshkrimin e një traktati të bazuar në këto parime, duke bërë të paefektshëm pa çdo diskutim për një armpushim. Nuk duan përfshihemi me këtë proces, thot Lavrov, duke akuzuar figurat evropiane si Macron dhe von der Leyen për kërkesa histerike për përforcimin e sanksioneve ndaj Rusisë. Negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës u rifilluan nga Stambolli me 16 maj, ku palët ranë dakord për një shkëmbim të burgosur dhe diskutim të një plani për një armpushim të mundshëm. Rusia dhe Ukraina gjithashtu u angazhuan për aqesin vizionet e tyre për një marrëveshje të mundshme paqeve.